A i dini që ekziston një vend ku pothuajse i gjithë qyteti jetojnë në një ndërtesë të vetme. Po flasim për Whittier, një qytet shumë i vogël në Alaskë, ku pothuajse i gjithë qyteti 90% e banorëve jetojnë në një ndërtesë të vetme 14 kafshë që quhet Big Beach Tower. Whittier në Alaskë është një qytet në skaj të botës pothuajse i humbur, ku fëmijë, mësues, polec, gjithkush jetojnë në një ndërtesë. Paramendoni që jetoni në një vend ku gjithçka që të duhet është larg 20-30 metra prej teje. Policia në ndërtesë, shkolla në ndërtesë, posta në ndërtesë, supermarketi në katin e parë. Dimrit atje kur temperaturat shkojnë deri në -20 gradë Celsius, fëmijët shkojnë në shkollë pa pas nevojë me dalë fare jashtë nga ndërtesa përmes një tuneli të brendshëm. Por si u krijua ky qytet? Whittier u krijua gjatë luftës së dytë botërore, kur ushtria amerikane kërkonin një port të veçantë, një port të izoluar për furnizime me mallra. Po pse Whittier u zhvillu kështu dhe mbeti kështu? Pse nuk u zhvillua si të gjitha qytetet e tjera normale? Sepse ka një problem shumë të madh e që ka të bëjë me izolimin. Lidhja vetme e këtij qyteti është një tunel 4 kilometrash që e lidh me Alaskën. Tuneli është aq i ngushtë sa që përdoret me orare, një orar për ata që hyjnë dhe një orar për ata që dalin nga tuneli. Banorët thonë shumë shpesh me shaka që nëse don me taku krejt qytetin, mjafton me marr ashensorin.